Gjykata speciale ka konfirmuar zgjatjen e afatit për shpalljen e aktgjykimit për ish-krye të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi e Recep Selimi. Sipas njoftimit të speciales, 20 korriku nuk është data shpalljes së aktgjykimit, por data që përcakton afatin e zgjatur. Shpallja e aktgjykimit me afatin 90 ditor planifikohet të bëhej më së largu më 19 maj. Megjithatë, sipas juristëve, ky proces po të zgjatet tani pse rregulloria e gjykatës speciale e lejon këtë. Një shtyrje e tillë ndikon në zvarritjen edhe më të tjeshme të procesit gjyqësor ndaj zotit Thaçi dhe të tjerëve, pavarësisht faktit që një çështje e tillë ka bazë në rregulloren e procedurës dhe të provave të dhomave të specializuara, është rregulla 159 e kësaj rregullore, që si rrethon përjashtuese e lejon mundësinë që trupi gjykues ta shtyjë vendimarrjen pas kalimit të afatit të rregullt 90 ditor, edhe për një mundësi shtesë në rrethona përjashtuese prej 60 ditësh. Për avokatin Arber Jashari, vonesat për shpalljen e vendimit përbën shkeljet e të drejtave të njerëzit. Konsideroj se kjo vetëm e thellon atë shkeljen e të drejtave të njerëzit që është bërë këtyne të paraburgosurve, konkretisht të akuzuarve në rastin Thaçi dhe të tjerët, të shkelje këtu që janë evidentuar edhe nga ekspertët ndërkombëtar. Të padrejt vendimin po cilësojnë edhe në organizatën e veteranëve të luftës së UÇK-s. Në që 6 vite në burg më mojt njerëzit është turp vetë për i drejtësisë se kjo nuk është drejtësi ndërkombëtare, pa kjo gjykatë e Kosovës, se parlamenti jone ka votuar. Ndërkësh në reagimin e saj, Partia Demokratike e Kosovës ka thënë se vendimi ka dhe doza politike, derisa janë shprehur të shqetësuar për të gjithë thurinë e procesit. Organizata Liria ka emër, tha kjo praktik nuk mund të shihet më si procedurë normale gjyqësore, por si degradim serioz i parimeve themelore të drejtësisë për gjykim brenda afatit të arsyeshëm. Ish-kryetë të UÇK-s kanë thënë fjalën e tyre përfundimtare me 18 shkurt para trupit gjykues. Ata edhe një herë janë deklaruar të pafajshëm për të gjitha pikat e aktakuzës.